Rinumërimi i votave në 587 kutitë e votimit për qarkun e Fierit, që nisi dje, vazhdon nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në monitorimin e anëtarëve të KAS-sit. 283 kuti janë numëruar deri tani sipas të dhënave në faqen online të KQZ-s. Partisë Demokratike janë shtuar 76 vota dhe Partisë Socialiste janë hequr 19, kurse koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet që kërkoi rinumërimin e qarkut Fier janë shtuar 10 vota. Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit janë hequr 3 vota dhe 2 vota janë hequr Partisë Aleanca. Për votën preferenciale, deri më tani nga Demokratët ka rezultuar se Silva Hasajt janë shtuar padrejtësisht 588 vota dhe Gentian Çelës gjithashtu janë shtuar 223 vota, më shumë se çfarë i takonin. Nga rinumërimi ka fituar vota kandidati socialist Klevis Jahaj, të cilit komisionerët i kishin hequr 210 vota dhe Antoneta Dhima me 20 vota. Ndërkohë zëvendës ministri i infrastrukturës dhe energjisë, Ceno Klosi, ka marrë 381 vota më shumë që nuk i takonin. Kurse kandidatja socialiste e Fierit, Zeqinet Saushi, e cila e fitoi mandatin për vetëm 61 vota, deri më tani janë hequr 17 vota. Kërkesa për rinumërimin e votave në qarkun e Fierit ishte e koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet Adriatik Lapajt, i cili pretendon një mandat për t'ia marrë Partisë Socialiste, por për t'i arritur i duhen 517 vota, gjë që duket e vështirë duke parë rezultatet deri më tani nga kutitë e rinumëruara.